për në atë sallë kuvendin. Po, presidenti është mbi partitë politike, ose do t'jetë mbi partitë politike nga momenti i zgjedhjes. Nuk kemi pas rast të tillë më herët, kemi pas një rast, kurse që zonja Tefeti Ajoga, që ka qenë jashtë lideret e një partije politike, rast të tjera kanë qenë përfaqësues politik ose udhëheqës të partive politike. Edhe në këtë rast zonja Osmanis ka si LDK-s pastaj kompromise që në bëhat mos t'i përsërisim, por detyrë është e vërtetë që është detyrë e partive politike, të gjitha partive politike. Por ajo që mu më bëni përshtypje ishte deklarata për shembull e zotit Hamza, kur një jo ma herët thot që ne do t'jemi të gatshëm të ulëm të diskutojmë propozitën e presidentit në rast se kjo ndodh para krijimit të institucioneve. Dhe kur u kriju institucionet pa i pyet fare opozitën, dul prapë një deklaratë tjetër, ulem e diskutu sepse është interes të përgjithshëm. Pra unë e shoh një çorientim opozitar, ndoshta për shkak të agonisë dhe edhe frustrimit se janë për shkak të po çka fitojnë partitë opozitare nëse nuk marrin pjesë fare në këto duhet të jenë partitë opozitare ta krijojnë përshtypjen që këtu janë në pushtet, nëse i shep e jashtë. Jo zoti Kurti. Zoti Kurti po kërkon zgjedhje, partitë opozitare janë të heshtura, partitë opozitare dhe cilat do parti, çfarë ditë që të përfundohet zgjedhjet e kanë për detyrë të përgatiten për zgjedhje të tjera. Kështu që janë duke u fregu nga koncepti i zgjedhjeve, nuk e di pse e kanë këtë krizë, por që unë mendoj që posti i presidentit mund të arrihet vetëm në rast se ka një marrëveshje politike për një reformatim të qeverisë. Me qeverisje që ka 100% vetëvendosje, sepse unë vetëvendosje shoh ato grupet brenda saj. Nuk shoh që kemi mundësi që të kemi një president konsensual. Nëse do të ketë reformatim të qeverisë, ose pjesëmarrje në PDK-s, nuk e di emrin LDK-ja me numra, ose të LDK-s në një kompozim të qeverisë, atëherë mund të kemi një president stabil. Përndryshe nuk shoh zgjedhjet e presidentit dhe shumë më parë shoh zgjedhje se sa zgjedhjet e procesit. Do të ishte ndër jashtëzakonshëm nëse kërkoj folje, ndër jashtëzakonshëm nëse